Nesër pritet të mbahet seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, ku pra pritet që të votohet ose jo formimi i qeverisë në krye me zoti Kurti. Për të folur për këtë çështje, me mua në lidhje direkte është Blerim Canaj, analist politik, i cili do të na njoftoj më hollësisht për të gjitha këto çështje. Zoti Canaj, faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Faleminderit për ftesën. Zoti Canaj, ke pa që nesër pritet që të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës. Çka pritni prej kësaj seance? A do të ketë formim të qeverisë? A besoni që lëvizja vetëvendosje i ka vota tashmë për të formuar qeverinë? Që them të drejtën, kam përshtypjen që po, për shkak se po të ishte ndryshe, me siguri që do të shihnim një farë sikletin ndoshta më ndryshe nga lëvizja vetëvendosje, por jo vetëm. E para, e dyta, me siguri që do t'i bënte ftesë edhe partisë e cila në fakt është e dyta më e madhja tani për tani në Kosovë. Ne dim që kemi pas disa kërkesa nga pakicat jo sërbe, dhe edhe ato kërkesa, edhe pse dukeshin që janë kërkesa të mëdha, si për shembull nga Duda Bale për një komunë, nuk është që një komunë mund të formohet brenda një viti, ashtu të them, mirë po kërkon kohë më të gjatë, apo mund të reduktohen kërkesat për shkak se një komunë jo që është profitabile për një komunitet, madje as ekonomikisht e as politikisht. Kështu që mendoj që ajo kërkesë ka qenë më shumë një kërkesë e madhe për të u zvogluar pastaj gjatë periudhës së kompromisit. Kështu që në sytë e me kam përshtypjen që kjo çështje do të përfundojë nesër. Spaku do të konstituohet kuvendi, për shkak se për të konstituuar kuvendi do të jenë të gjitha partitë, për shkak se të gjitha partitë e vendosin pastaj nën kryetarin e tyre, por edhe për qeverinë mendoj që mund të jenë fare lehtë edhe numrat për themelimin e saj. A mendoni se gjithsesi do të formohet qeveria, apo lista serbe do të jetë pjesë e kësaj qeverie sipas jush, më thënë se sot nuk patëm asnjë deklarim të tyre teksa po shkonin të regjistroheshin? Po, tani për shembull e kemi vrejtë që një person i cili është i afërt me listën sërbe, apo më mirë të them ka qenë i shkrirë në listën sërbe, përfaqësuesi Goran, si quhej ai, Adem apo ai si duket do e jap votën e tij për qeverinë, por edhe me pakicat jo sërbe, do të thotë si dhe me Rashiqin, si duket do të jenë votat edhe pa listën sërbe. Pa ai sot u deklarua se nuk do të kenë votat, teksa po regjistrohet. Tha se nuk do të ketë votat qeveria e Kurti për formimin e qeverisë, Nedad Racic. Kur mos thuaj kur. Por për shkak se e dim që edhe zoti Lima është brenda aty, pastaj është një situatë natyrisht që nga jashtë duket të jetë konfuze, por brenda duket sikur mund fare lehtë edhe të kemi edhe qeverinë nesër. Mirë, po jo një qeveri e cila do të jetë afatgjate, ashtu të them, por do të jetë me gjaz vetëm derisa të arrijë koha e zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Kështu që i bie një 7-8 muaj apo një vit më së shumti. Kështu që deri atëherë mendoj që do ta kemi një qeveri, për shkak se nuk është edhe mirë që në këtë periudhë shteti të jetë pa një qeveri. Nëse nuk arrihet një qeveri, atëherë është më mirë një qeveri teknike sesa që shteti të vazhdojë kështu sikur që po vazhdon deri më tani. Mirë, po sa do të jetë favorizuese kjo qeveri teknike për Kosovën, duke ditur se përpara kemi shumë çështje të rëndësishme. Sa do të mund të votojnë të gjitha këto çështje të rëndësishme për vendin, në kuvendin e Kosovës, duke ditur se me 61 vota sa mund të jetë efektiv i gjithaj kuvend? Po, shiqo, tani për tani, duke pasur parasysh që janë shumë tema të cilat duhet trajtohen, më mirë është një qeveri sesa pa qeveri.
Kjo është çështja. Natyrisht që nuk mund të presim efektivitetin marramends. Tek e fundit ne kemi pasur edhe një qeveri që ka zgjatur 4 vite, por kur flasim për efektivitetin, ka lënë jashtëzakonisht shumë për të dëshiruar. Por duke pasur parasysh faktin që secila qeveri e cila vije në pushtet, për shembull, do ta marrë në qeverisje një shtet i cili është nën sanksione. Pastaj do ta marrë në qeverisje një shtet i cili është zyrtarisht me marrëdhënie të ftuara me partnerët e saj. Do të thotë një qeverisje e cila ka shumë probleme, të një shteti i cili ka shumë probleme me ekonominë, me çështjet sociale. Natyrisht që është më mirë që të jetë një qeveri sado çfarë është, se sa të mos jetë fare, për shkak se ne e dim që sidomos në arenën ndërkombëtare qëndrojmë jashtëzakonisht të dobët, por njëkohësisht ne kur flasim edhe për fondet e huaja, e dim që i humbëm një 60 milion euro, dhe tani presim edhe tjera, dhe nuk e besoj që është mirë që për shkak të mos mundësisë së krijimit një qeverie të mbesin këto çështje. Kështu që nganjëherë është më mirë një qeveri e keqe se sa një qeveri e mirë. Mirë po. Duke pasur parasysh që me gjas do t'jetë një qeveri e koalicionit, sa do gjatë të jetoj ajo, apo të jetë ajo në skenë, mendoj që edhe qeverisja do t'jetë më ndryshe, për shkak se tani më po e shohim që me gjas nisma social-demokrate do t'jetë aty, atëherë mendoj që nuk do të funksionoj më sikur që ka funksionuar herën e kaluar. Pse mendoni se nuk do të ketë funksionimin e njëjtë, zotëri Canaj? Po t'ju them të drejtën, zoti Limaj e ka një përvojë të gjatë në politikë, ka një përvojë në shtet formim dhe shtet ndërtim, dhe kam përshtypjen që ai e di mirë rëndësinë e shtetit dhe nuk e besoj që do t'i neglizhoj disa çështje që kanë mbetur. Për shembull, hajt po e marr një shembull që mund të duket i parëndësishëm, por në sytë e mi është e rëndësishme. Po e marrim autostrada Gjilan-Prishtinë. Do thotë që 4 vite nuk ka funksionuar asgjë. Dhe të gjithë e dim, apo e dim që tër infrastruktura rrugore në Kosovë ekziston pikërisht për shkak të punës së zotit Limaj. Pastaj zoti Limaj me siguri që do të ketë brenda tij edhe njerëz të tjerë të cilët kanë një farë përvoje në të gjitha këto çështje. Gjithmonë kur e kam parasysh shtetformimin dhe shtetndërtimin, dhe mendoj që pastaj edhe kjo do ta shtyjë edhe lëvizjen vetvendosje që ndoshta të ketë ndonjë person më kompetent në qeverisje se sa që kishte herave të kaluara. Presim ta shohim, por sido që të jetë një qeveri e koalicionit gjithmonë është një më e mirë, për shkak se kombinohen kompetencat, por natyrisht që në koalicion kur janë, pastaj është gjithmonë ajo përpjekja që ne dalim më mirë se ata tjerë. Mirë po sa është mësu lëvizjave të vendosje që t'jetë që si ndaj qeverit, pra do të arrin të kemi një ndarje të qeveris ashtu si që duhet. Po shishani, tash nuk Duke ditur pres që ka o theqe vetë në këtë mandat. Por nuk pres që zoti Limaj të mund të trajtohet sikur që janë trajtuar pjesa e lidhjes demokratike, dhe nuk pres që zoti Limaj të lejoj madje që të trajtohet ashtu sikur që është trajtuar lidhja demokratike, por në anën tjetër zoti Limaj nuk është parti e madhe, kështu që ajo çka pritet është që ai të i marrë një 3 ministrime gjas, eventualisht edhe kryetarin e kuvendit. Dhe me 3 ti kesh 3 ministri dhe të tjerët i kanë një 10 apo sa janë të gjitha tani se di më, për shkak se flitet që mund të formohen edhe 3 ministri të reja. Atëherë është një dallim i madh, por jam shumë i sigurt që këto 3 ministri të cilat do t'i ketë në menaxhem zoti Limaj, mendoj që mund të jenë më të mira se sa që kanë qenë deri më tani.
Shpresojmë edhe neve që të kemi sa më shpejt një qeveri më stabile, ndërkaq sot pati edhe një takim të diplomatës tonë kosovare edhe në takim me Kaja Kallas, ku e para tha se ka tensione në dialogun Kosovë-Serbi. Ndërkaq që neve ende nuk e kemi qeverinë, sa do ta dëmtoj edhe më tepër këtë proces kjo neglizhencë e dialogu, duke ditur se tashmë bota po ecë me hapa shumë të mëdhej. Shishani, dialogu është lehtësohet nga Bashkimi Evropian, ndërsa t'ju them të drejtën, ajo se çka thot Donika Gërvalla Shfarc nuk e marr seriozisht për shkak se Jo, ishte deri deklarimi Kallas, Kaja Kallas. ai Kallas atëherë Kallas është në fillim të punës së saj dhe tani është më shumë e marrë si një farë kortezie, do të dëshiron që të njihet me atë çështje, përkatësisht edhe me çështjen e dialogut dhe natyrisht që është pastaj kjo gjuhë, për shkak se ne edhe nuk kemi pasur ndonjë rundë të dialogut e para. E dyta, tani më jemi në formim të qeverisë dhe nuk e dim se kush do të udhëheqë dialogun nga pala kosovare, që vetvetiu nën kupton që dialogu nuk po ecën. Tash se si do të funksionoj pas qeverisë së re, presim ta shohim, por pajtohem me ju që bota po ndryshon, madje edhe ka ndryshuar, proceset në botë po ecin shumë shpejt dhe mendoj që tani është koha që Kosova të ketë një politikë me të vërtet inteligjente të jashtme dhe të di pastaj që të funksionoj konform momentumeve dhe situatave të reja të krijuara në botë. Edhe kjo presim ta shohim, natyrisht që duhet një bashkëpunim i madh edhe me Bashkimin Evropian, për shkak se tek e fundit atje është qëllimi i Kosovës, antarësimi një ditë në Bashkimin Evropian. Dhe duhet një bashkëpunim i ngushtë. Është mirë që është Kaja Kallas, për shkak se mendoj që nuk do të jetë sikur që ka qenë në kohën e Borrell dhe Lajçak, por për të qenë më ndryshe natyrisht që duhet edhe angazhimi ynë, por njëkohësisht duhet edhe përpjekja jonë që ne të mos i shfrytëzojmë këto tema të rëndësishme për konsum të brendshëm, por të shfrytëzojmë me të vërtet për të mirën e shtetit dhe që Republika e Kosovës pastaj të jetë e etabluar ndërkombëtarisht më mirë. Ne kemi parë se me ardhjen e Donald Trump ka ndryshuar plot gjëra në botë, por a do të jemi të gatshëm ne që të kemi një përballje me Trump nëse veç ai kërkon që të kemi përballje ashtu siç po përballen shumica e vendeve? Momentalisht duket që në politikën amerikane Kosova të mos jetë ndonjë farë prioriteti. Gjë që është mirë kjo çështje me qenë se nuk jemi prioritet për amerikanët? Jo, nuk është fare mirë për shkak se në politikën e jashtme amerikane, madje është edhe si protokoll i pashkruar. Në qoftë se ata dëshirojnë që të largojnë paksa thjesht të injorojnë. Dhe kam përshtypjen që ne tani më po injorohemi dhe absolutisht nuk është çështje e mirë kjo, për shkak se nganjëherë më mirë është të i kesh Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të bërtasin nganjëherë, sesa të mos merren fare me ty. Pra nuk është fare e mirë. E dyta, kur flasim për përballje, në qoftë se vije deri te një përballje, uroj që përfaqësuesit tanë politik të mos sillen sikur Zelenski në atë përballjen e tij të famshme, por të dinë se kur të flasin dhe çfarë të flasin dhe të dinë se si të sillen dhe pse të sillen ashtu, për shkak se në fund të ditës ajo është çështje e politikës së jashtme, disa çështje duhet të përbihen nganjëherë për të përfituar diçka nga situata. Pra shpresoj që të kem njerëz më kompetent dhe me dije më të gjerë, sidomos për politikën e jashtme. Zotëri Canaj, ne pam edhe një reagim të Richard Grenell, i cili foli në lidhje me gjykatën speciale dhe kërkoi ndalimin e fondeve amerikane për këtë gjykatë.
sa do të mund të funksionoj si duhet tashmë kjo në gjykat, edhe me ndalimin e fondeve amerikane, duke ditur se po shkon drejt fundi kanë mbetur vetëm dëshmit e dëshmitarve nga ana e ish-krerëve të UÇK-s. Shani, ndalimi i fondeve është më shumë një farë proteste e cila tregon për atë se çka deri më tani ka treguar gjykata speciale, do thotë jo efikasitet, shkelje të drejtave të njeriut, e dim që sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vende i cili gjithmonë i promovon të drejtat e njeriut dhe i ka promovuar historikisht. Kështu që natyrisht që do ta vështirësoj punën, mund ta vështirësoj punën e saj, mirë, po nuk e besoj që do ta ndal. Unë do të isha i thari i saj, me qenë se tani më është fundi dhe deri më tani ajo çka kemi parë në gjykatën speciale, madje lloj skandali. Unë pres absolutisht që krerët e UÇK-s të lirohen dhe të lëhen të lirë. Mirë, po ajo që na frikson nganjëherë është pikërisht çështja që është vërejtur njëkohësisht që gjykata speciale si duket po e luan edhe një rol politik dhe pikërisht nga kjo e dyta pastaj e kam frikën. Natyrisht që Shtetet e Bashkuara e kanë një ndikim të madh aty dhe mund edhe në qoftë se i ndalin fondet, atëherë është një farë forme edhe një ashtu të them të kurrje gjykatës speciale, por ndërkombëtarisht është edhe humbje e besimit të gjykata speciale. Kjo natyrisht që Kosovës pastaj i jep një mundësi të madhe që ta shfrytëzojë që të mund ta përdor diplomatikisht përheqjen e gjykatës speciale dhe për ta shohim se si do të vej pastaj më tutje. Por nuk ke pres domosdoshmërisht që ajo të mbyllet për shkak se këtu ka një zë pastaj edhe Gjermania edhe Franca edhe Bashkimi Evropian. Zot Visana, ju falenderoj shumë për kohën që gjetet që t'jesh pjesë e Infodesë dhe të flasim për gjitha këto çështje mjaft jetike për vendin tonë. Faleminderit ty, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues të Infodesë, ne do kthehemi në studio për të diskutuar në lidhje me gjendjen arkitekturore në vendin ton, ku i ftuar do të jetë një arkitekt i cili do të na flasë më shumë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me infrastrukturën në qytet e veçanërisht në qytetet të mëdha.